futbollin. Dhe pata rasti që të bëja një intervistë me njërin prej tyre që përshikon të në barë ndeshjen dhe provokova me një pyetje nëse e ka parë ndeshjen e Kosovës dje në kampionatin botror, dhe tha që e kam parë dhe ishte ndeshje shumë e mirë. Dhe luajti shumë mirë Kosova, kështu që tregon qartë se shumë prej tyre nuk ja kanë haberin kush luan në kampionatin botror, cilat shtete janë pjesëmarrëse, sepse sportet tjera janë primare në Amerikë, më shumë pasion e shohin futbollin amerikan, NBA-n dhe sportet e tjera si bejsbolli e të tjerë. Por për ata cilët janë futbolldashës të futbollit të vërtet, të atij që në Evropë dhe në vende tjera pra është sporti më i popularizuar, çfarë thonë, se shohin, sa është rëndësishme për Qytetin e Bashkuar të Amerikës një kualifikim tutje? Në aspektin e zhvillimit, themi financiar, ka qenë një goditje shumë e madhe, normalisht jo goditje, por po mendoj një ndihmë shumë e madhe financiare, pavarësisht që Amerika është shtet gjigant dhe ndoshta në ekonominë e saj nuk mund të ketë rol shumë të madh krahasim me sfera tjera, por duke marrë parasysh çmimet e mëdha të biletave, trajtimin e hoteleve, pastaj të transportit, normalisht që kjo është e mirëseardhur për ekonominë amerikane. Një bilete trenit vajti ardhi nga New Yorku në New Jersey në një distancë rreth 15 kilometra bën $98. Kështu që paramendoj se sa shumë tifoz kanë ardhur nga gjithë bota dhe besoj shumë, nuk e di sakt, por në fund të këtij kampionati botror amerikanët do të gëzojnë miliarda dollar. Lindi, për të rikthyer edhe një herë te kualifikimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës në fazën e nokautit, sa i ka gjasë që të shkoj përpara, me këtë ekip që ka dhe me këto fitore që i pati deri më tani? Pra në bazë paraqitjeve. Amerika vëre qartë që ka një shpirt tjetër të futbollit dhe këtu besoj shumë që është meritor Mauricio Pochettino, një trajner që ka shumë histori në futbollin më të lartë, themi në nivelin më të lartë të futbollit, edhe në Premier League, i besoj me Tottenhamin, pavarësisht që nuk fitonte titull, por e kishte ngritur në një nivel komplet tjetër Tottenhamin. Dhe po vrej qartë edhe në ndeshjen e parë kundër Paraguayit, por edhe sot amerikanët luajtën ndryshe nga që jemi mësuar të shohim, por edhe futbollistët të cilët luajnë për këtë kombëtare tani janë në nivel shumë të lartë se sa që kanë luajtur në të kaluarën. Edhe po përjetohet me të vërtetë ndryshe, sidomos kur po luan Amerika në kupën e botës, këtu për momentin ku jam në Dallas, në Texas, është duke u përjetuar ndryshe nga kur po luajnë kombëtare tjera. Kur luajnë për shembull Brazili apo Franca, tek amerikanët nuk çon shumë pesh, por po vret qartë që kanë ardhur një numër shumë i madh të tifozëve nga gjithë bota. Dje për shembull që luajti Meksika kundër Koreas së Jugut, pati më tepër se 10.000 tifozë meksikan të mbledhur në një qendër në një shesh të Dallasit. Dhe këtu kjetë parasysh që ka më tepër se sa 5 milion meksikan që jetojnë vetëm në shtetin e Teksasit. Më shumë se sa që jemi popull ne shqiptar në Kosovë dhe Shqipëri që jetojnë. Ndërkohë, lojë tjera cilat pritet të zhvillohen të luhen sonte, një veç se ka filluar Skocia me Marokun, si pritet të shkojnë dhe veçanërisht pra po dua dalë tek Brazili, a gazetarët dhe njosit pra që merren me sportin dhe me futbollin e veçanti dhe me kombëtaren e Brazilit, a shohin optimizëm apo jo tek skuadra e Brazilit? Realisht, Brazili nuk është duke u llogaritur në mesin e favoritëve për të fituar Kupën e Botës, jo për faktin që barazoi kundër Marokut dhe për mënyrën se si u paraqit në ndeshjen e parë, por edhe para fillimit të kampionatit botror në krahasim me kombëtarë të tjera, siç janë Franca, Argentina, Spanja, po ashtu, nuk llogaritet në mesin e tyre. Bëri shumë buj ardhja e Neymar, i cili nuk ishte i gatshëm të luajë në ndeshjen e parë, nuk do të luajë as nesër, as sot faktikisht. Dhe sepse më është përzir pak sa koha me Kosovën. Veç mos përzihet navigacioni, Alind.
në Dallas për momentin. Nesër do ta përcjelli ndeshjen mes Holandës dhe Suedis, që zhvillohet në Houston, rreth 4 orë me vetur nga Dallasi. Dhe pastaj të hënën këtu do zhvillohet në Arlington ndeshja mes Argentinës dhe Austrisë, ku pritet të luajë Leo Messi. Dhe është me të vërtetë e vështirë që të përcjellësh çdo ditë nga një ndeshje të kampionatit botror për shkak të distancave të mëdha mes shteteve, dhe duhet patjetër që të marrësh aeroplan për të përcjellur një ndeshje. Besoj e keni parë lajmin se ka bërë shumë bujë, sidomos në mediumet angleze, që Gianni Infantino, presidenti i FIFA-s, po mundohet që të ndjek nga 2 ndeshje brenda ditës dhe është rezervuar një aeroplan privat atij. Ndeshjen e parë dhe ndeshjen e fundit të ditës është duke e zënë, dhe vetëm nëse ke aeroplan privat mund ta zësh një ndeshje apo 2 brenda ditës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe në Meksik. Atëherë ti siç po duket, po je duke shkuar me vetur, rrugën e pas këtë gjatë, na s'kena shumë kohë me të prit deri ku po mrinë në Arlend, kështu që nëse kemi shtuar edhe diçka mirë, nëse jo, ti si gjithmonë ke informacione shumë nga fusha e futbollit dhe kampionatit, por Një prej arsyeve pse po shkoj tek ndeshja e Suedis dhe po e bëj këtë rrugë kaq të gjatë, është që këtu luan një futbollist shqiptar, Besfar Zeneli, që ka luajtur për Kosovën U21 në të kaluarën, dhe djejsha në stërvitjen e Suedis, por nuk ka shumë shpresa që ai të luajë kundër Holandës, pasi që është ndeshje shumë e rëndësishme. Nuk u paraqit asnjë minutë ai në ndeshjen kundër Tunizisë, në ndeshjen e parë që fitoi Suedia 5-1. Por mbetet të shihet, ndoshta mund të debutoj në Kupën e Botës, Zeneli. A besoni që Suedia do të fitojë përballë Holandës, marrë përballë faktin se si luajtën lojtë e para pasi Suedia dhe në anën tjetër Holanda? Suedia ishte shumë e fortë, por dominuese 5-1 derisa Holanda veç barazim. Kush është favorit këtu? Çuditërisht, pak kush është duke e përmendur Suedin, por trajneri Graham Potter ka bërë një punë të jashtëzakonshme në këto pak muaj që është duke punuar të Suedia. Ne kujtojmë që në kuadër të kualifikimeve ne si Kosovën poshtëm Suedin 2 herë edhe brenda edhe jashtë, por mënyra se si po luan Suedia tash me Graham Potter është krejtësisht ndryshe dhe besoj shumë nesër që mund ta mposhtë Suedia Holandën. Jemi ka fundi, Lend, dhe do ta cilën pastaj një material që flet për Granit Xhakën. Si po komentohet atje fitoria e Zvicrës dhe paraqitja e Xhakës? A mendojnë edhe gazetarët amerikanë dhe ata botror, pra kryesisht e Amerikës Latine, propondalem se Xhaka është lideri, shpirti i kombëtarëve helvetike? Dje pata mundësi ta sheja ndeshjen me një numër të madh të shqiptarëve që jetojnë në Dallas, me të vërtetë komuniteti i tyre është shumë i madh, dhe përjetuan me emocione paraqitjen e Granit Xhakës. U komentua shumë mënyra se si e vendosi ai që ta ekzekutonte penalltin dhe nuk ja la rastin një bashkëlojtari të shënonte hat-trick. Por edhe sipas një ish kolegut tim, Valen Pajazitit, me cilit jam këtu për momentin. Valen, përshëndetje. Ish gazetari i sportit, Graniti nuk ja la penalltin bashkëlojtarit të tij për të çuar një mesazh tek mediat zvicerane që ishin shumë kritike pas paraqitjes në ndeshjen e parë, jo vetëm të tij, por të gjithë kombëtarës së Zvicrës, dhe mënyra se si fitoi, se si luajti kundër Bosnjës, tregoi qartë që Graniti luan gjithmonë me shpirt, dhe nganjëherë në futboll mund të barazosh apo të lëshosh pikë edhe ndaj kombëtarëve të vogla. Themi kushtimisht të vogla, sepse në kampionatin botror nuk ke kombëtare inferiore. Por cili është mendimi i kolegut tuaj që ke afer për këtë? Nëse mund ta marrë një mendim të tij pra për paraqitjen e Xhakës dhe penalltin e shënuar? Paraqitja e Xhakës gjithmonë është nivelin e duhur. Domethënë ai nuk e la kolegun e vet me shënu hat-trick. Veç se do i kemi qunë një mesazh të krejt kritik të vetë që i ka pas lojës parë. Xhaka është lider, na këtu si shqiptarë jem shumë të lumtur që bile dikush është kana përfatson, s'patën fat mu me Kosovë. Mirë po e kemi disa futbollistë që na përfatsojnë dhe ju uroj fat edhe me Xhakën s'kem dyshim kurrë. Faleminderit shumë juve, faleminderit shumë edhe ty Lindi, dhe do të shihemi në edhve të tjera për të marrë pra edhe më shumë lajme, më shumë informacione
mbi ngjarjen më të madhe e kampionatin botëror që është duke u zhvilluar pra në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada. Faleminderit shumë.